Dhe jemi rikthyt te rubrika ime preferuar, por edhe juve besoj sepse unë menoj që krejt njerëz dëshirojnë të kenë një shëndet të plot, energji të mirë. Këto e marrim sidomos prej ushqimeve që konsumojmë çdo ditë e nutricionistja dhe dietologja Albulina Shabani Lazi kujdeset që ne të mësojmë përveç shprehive të mira të ushqimit, edhe receta të lehta që mos tankohemi, jo po s'po kemi kohë, jo po ashtu, jo po kështu. Lenë mirë se erdhe. Mirë se teta, po s'ka më arsye. Jo, s'ka arsye. Na kem fshet derën me krejt arsye time. Çdo arsye, tem ka zgjidhje. Ka zgjidhje, Lena na ka dëshmu. Këta sari tham Lenë bret po s'po mëj, po çesh ta bëne. Domethënë Lena gjithmonë. Po për me marr këtë përgjigje, po, këtë përgjigje i merrni direkt në faqen e saj me Lenën, kështu që ata nëse ju jeni obez dhe dëshironi të heqni peshë, nëse ju jeni nën peshë dhe dëshironi të shtoni peshë, programet e ushqimit individual i keni përmes Lenës. Por sot do të flasim për kefirin. Na ke folë disa herë se sa i shnetshëm është. Edhe kena disa herë kena përdorur plot receta, edhe kena folë për shumë përfitime, përse të kena një kushtu kujdes të veçantë edhe fermentimit të kefirit. E kemi thënë edhe më herët, po du me ripërsërit që 70% e sistemit imunitar më varet prej sistemi tretës kryesisht prej zorrës tonë. Në momentin në kohëve të fundit, po edhe zakonisht kam shumë persona që më kontaktojnë, më shkruajnë edhe shoqëria dhe që tha që duhet patjetër me stimulu për me pas jashtëqitje, përdorin çaja të ndryshme, përdorin laksativ të ndryshme, të cilët normal nëse është një trupiri edhe me imunitet fort, nuk është që i vrejnë shumë, më thënë, efektet anësore që i marrin, po afatgjatë ka dëm shumë të madh. Kjo është arsyeja që unë krejt kohën lëbaje, insistoje, kena postu plot receta që qysh me ndikun sistemin tretës në shpejtësimin edhe rregullimin e metabolizmit, po kefiri muj me thënë që është eliksir për shëndetjen e zorrës. Pse? Për arsye se përveç probiotikëve, që e dim të krejt produktet që fermentohen prej qumshit, përmbajnë sasi të lartë të probiotikëve dhe janë të rëndësishme. Kemi mësuar që edhe probiotikë në formë të suplementeve janë shumë të rëndësishme për shëndetin tonë. Kefiri përmban edhe prebiotik, ndërsa gjatë fermentimit për shembull ka edhe më shumë vitamina, përmban edhe vitaminën D, edhe pse prebiotik. Për arsye se në florën tonë të zorrës, në të gjitha florat kemi miliona bakterie. Edhe na jemi mësu vetëm laktobacillin, për shkak me marr probiotik ato flakonat laktobacille, po përdesa është në masë më të madhe, është shumë e vërtet, edhe ai duhet mu kompenzu në momentin që kemi e supozojmë që është dëmtu, më thon flora jonë, edhe bakteriet janë dëmtu pas përdorimit të antibiotikëve, pas ndaj traume për shembull që ka psu sistemi tretës, diare ose e konsiderojmë që janë dëmtu ato bakteria. Po prebiotiku pse? Për arsye se i ushqen të gjitha ato miliona bakterie që i kemi në zorë, dhe në të njëjtën kohë nëse marrim prebiotik e dim që kemi me pas një florë pak më të shëndetshme, edhe kemi mi rritë dhe mi rigjeneru të gjitha llojet e bakterieve që kemi, jo vetëm një bakterie që është laktobacilli. Në ndërkohë kur e dim që prapa krejt kësaj, kefiri është një magji. Kefiri është eliksir për shëndetin e florës, në përgjithësi edhe për imunitetin, edhe për më thënë sistemin tretës, metabolizmin, po gjithashtu ndikon edhe në plot probleme shëndetësore. Po kefirin Lena e bën vetë? Po. Në forma më e mirë, janë këpurdha, janë formë të këpurdhave, të cilat trashëgohen realisht, mundën dhe mu ble prej dikujna që i ka trashëgu. Unë e falenderoj shumë doktoreshen Fatime Shkodra, e cila çdo herë me kujdes mirun, edhe na herë kur mu mik fara, na i pushim ose na i sanë që s'muj me rujtë, se gjatë verës është pak specifike puna rujtës, ajo çdo herë kujdeset me mirujtë edhe me mirë. Si bëhet kjo si proces? Tashun e këtu, për shkak që duhet deri në 48 orë me fermentu, ne kom fermentu në shpe, kefirin, edhe e kom sjell me pas se qysh mujna me demonstru se qysh me fermentu tash. Qumshtin e vakt, e vlojmë shumë pak, ose bën edhe në temperaturë të dhomes, për shembull, këtë tegull një lugë sa kjo, afërsisht fara ose këpurdha kefir, i kom hedhë në këtë tegull edhe kom shtu sasinë e qumshtit të vakt. Njëjtë sikur kosin kur e bën. Edhe nëse sa më gjatë që qëndron, nëse temperatura është për shembull më e lartë, fermentohet më shpejt, 12 orë,
deri 24 orë, po unë e lon do deri në 48 orë, për arsye se sa ma gjatë që lihet për mu fermentu, qaq ma pak ka laktozë. Më thënë qaq ma pak se e konsumon këpurdhat e kefirit, për mu zhvillu, për mu fermentu, e marrin atë sheqerin, laktoza, prej qumshtit, edhe deri në 80%, deri në 90%, më thënë largohet pjesa e laktozës, kthehet në acid laktik. Tash qysh e bojmë to? Këto këpurdhat e shtojmë ujin, nuk e mbyllim krejt kapakon, e lojmë kështu për me pas ajër që mu fermentu, edhe në një temperaturë të dhomës, ose mbështjellim njëjtë sikur kosin, nëse dojmë ma shpejt mu bo, mu im furr, që e kemi ngru pak në temperaturë pak ma të madhe, ose edhe unë për shembull preferoj në herë një diçka me ujë të nxehtë, vakt, jo shumë nxehtë, ja qes poshtë edhe qes tjeglën e kefirit. Që me bo ma shpejt, po. Tash kemi me marrë me pasë qysh mi nxjerr ato këpurdhat për herën tjetër, për me i rujt. Për herën tjetër. Edhe normal kuptohet për me... Tash kjo mos, prej kësaj mos e marrim këpurdha për me bo herën tjetër kefirin. Që mos me hup këpurdhën e saj. Për shembull, për dikant që nuk e don shumë toll, mundem ja hekit pjesën e hirës shekriot, edhe shumë e shëndetshme hira për shkak që përmban probiotik, po unë e du pak ma toll, edhe kështu që nuk ja largoj. Okej. Të në shumë e thjesht. Pjesa e kefirit shkon poshtë, ndërsa në këtë me kullu për me qëllim që mi marë këpurdhat. Si rrugën pastaj këto këpurdhat, apo si qëtojnë në popull fara e kefirit? Po, qështë do një më mi qutë? Tash, këto, për shembull, pasi që i kemi largu prej kësaj, i kalojmë prapë në tegull, edhe me pak qumsh, temperaturë dhome, edhe i muj mi rujt frigorifer. Por realisht mu së mbjan asë njarë mi qitë frigorifer, për asyës në njarë e fermentoj sasin tjetër. Më thonë qëto e fermentoj në sasi ma të vogël, nëse e fermenton kitë formë për shambull, se cilën her, ato shkojnë tu shumë mu edhe shkojnë tu rrit. Realisht e bën një lidhje shumë të veçantë, që për shambull që tash pishot që në rrit ma shumë se so, prej një lugë për shambull që e kom qitë, tash është rrit edhe u bon një lugë e gjys, që edhe dy herë që bëjmë bon dy lugë, dhe më thonë bon për dy kjo është fara e kefirit. Tash e qesim me një enë që me po ma sakshtë. Më thëmë, po du farat e kefirit, me qitë me një të gjamit që mujna mi po se që shduke, në kështë që ndërko sa rënda shfrizënë ose me pi kefir. Kefirin, po. Për ndryshe Lenu në ka më duke 3 muaj që shdo ditë marë kefir, duke të falenderu për këshilla. Nëse buhet kështo, është normale, nëse është pak si... Dhe më në të dashur meq, kjo që po vendos Lena tash është fara e kefirit. Që e këpurdha e kefirit. Me këtë farë ju mund të bëni sasin tjetër të kefirit. Njëtë si kosin, nëse ju kujtohet kërë nga ka të vogël, kërë nga që i kenara në këshi. A ki farën të kosit? A ki farën të kosit, e vërtet. A të kanë qunë ty Lenë? Po qysh jo. E tash dhe më thonë, a ki farë të kefirit? Okej, kujdes po i pik robat. Edhe kjo është për mu. Më thonë, kjo është duken si lule lakra ose si orizi i zim shumë. Bashkë si orizi i zim për doket. Dërsa kjo është pjesa e kefirit, të cilën, dhe sa të më kap kamera, okej, kjo këto. Ku jena? Qeshtu? Jeni ndalje veç Benard. Benard. Hajde. Dhe fillimit edhe një arë. Që du shpollën bashkë. A, da përshkojmë? Edhe kjo problem është kefirit, të cilin e përdorim. Bas 28 orëve të fermentimit, mund të përdorim. A është kefiri prej produkteve që kombinohet me çdo ushqim, që a duhet kemi kujdes me peshkon ose me... Mundet mu kombinu me krejt ushqimet. Kombinimi peshkut me produktet e qumshtit mund me ndiku në tretje realisht. Nuk ka na i kunder indikacion me zveti që bën dëm shëndetësor që është si lloj miti që nuk bën për shkak të zemrës së skutadion. Po realisht krijon probleme në tretje. Për shembull, përgjithësia produktet e qumshtit nuk preferohen edhe me misht që mu kombinu në periudhat, për arsye ose për shembull me fruta që janë citrus, që është për shembull portokalli, limoni, këtu për shkak që krijojnë aciditet. Ku jemi të aciditeti, kisha dashur me theksu që pas fermentimit, kefiri pH-ja, do të thonë, neutralizohet, edhe është një përparësi shumë e madhe që ndikon edhe ata persona që kanë problem me thartir në lëg ose aciditet,
është përparësi që mujnë me përdor pa problem kefirin, se zakonisht e dim që produktet e qumshtit në përgjithësi din mi acaru pak ma shumë, që në këtë rast kefiri është ideal. Buhet si forma e jogurtit, edhe është pak sa ma shumë që rrinë, thartësohet ma shumë, po ajo thartësi për shembull mundet mu neutralizu, për shembull mu i mishtu frutat ndryshme, si për shembull bananën, mu i mishtu pak kanell, mu i mishtu mjalt, fara chia, fara lirë. Për shembull, sidomos kur kombinohet me fara chia dhe fara lirë, i marrin ato ujin e tepërt, e absorbojnë ato për mu bëmy, edhe buhet një produkt ideal, sidomos edhe për shkrirjen e yndyrnave të tepërta, për ata që kanë probleme me metabolizëm, rregullon metabolizmin, fillon procesin e shkrirjes së yndyrnave, edhe normal që ndikon dopse. Për ndryshe, më njëherë pas emisionit, rekomandoj të ripostosh recetën apo metodën e punës së përgatitjes së farës së kefirit, për ata të cilët kanë interesim, kështu që më njëherë pas emisionit, edhe te Lena dhe te familja jonë, le ta kemi recetën si bëhet kefiri. Len, faleminderit shumë për këto informacione kaq të rëndësishme për shëndetin tonë. Faleminderit për mundësinë çdo herë. Unë kisha dashur me shfrytëzu rastin për shkak të një hulumtimi klinik që e kam. Kush dën, ka dëshirë që kanë probleme me tretje, me konstipacion, edhe më përgjithësi me sistemin kapslek, muj me mu lajmëru, se më duhen 10 persona që kanë me bo një hulumtim klinik me trajtimin me probiotik edhe prebiotik. Po, edhe përfitoni një trajtim të drejtë pastaj, kështu që ti përfiton për shkak temës, ata përfitojnë anën shëndetësore. Kështu që 10 persona i shkruani Lenës në faqet e saj me Lenën, edhe përfitoni nga kjo mundësi e cila është gratis. Faleminderit shumë Lenë. A mund të jem një nga ato? Patjetër. S'ki problem, se kefirin e ki. Jo, s'kam, vetëm kështu pyetja thash apo më thu po ajo. Gjithsesi, dhe. Faleminderit shumë. Të dashur miq, kjo ishte edhe materiali i fundit për sot. Kemi qenë 2 orë bashk. Faleminderit shumë çdo herë që jeni me neve. Faleminderit shumë që na shkruani, na lavdani edhe juve që na kritikani, gjithmonë të hapur për të gjithë. Ne do të takohemi të dielën tjetër në ora 16. Mos harroni të gjitha këto informacione, intervista, materiale i gjeni në kanalet tona, në rrjetet tona sociale, në YouTube, në Instagram, në Facebook, në portalin Familja Jone, kudo tjetër. Mirëmbëjtje, vazhdoni me qëndru me kanal tjetër.